Dolja, punojësja që punon të aty, tha, ky është i Lali Eri, në telefon. Tani, kush është, janë arrestuar 3-4 drejtorë në një kohë kur të gjitha firmat janë ose të Maznikut, ose të Erion Velis, sepse ata kanë qenë kryetar të entit kontraktues. Po pse shkon me tutje? Sepse po ato ditë punojës nga hoteli, nga ndërtimi, më informuan se aty është aksioner dhe Olsi Rama. Po që Olsi është Edi Rama. Prandaj dhe ajo dosje mbyllet, priten disa koka drejtorësh, që e meritojnë, nuk thëmë se meritojnë, por ata që kanë përfituar me shumë janë si për tyre dhe ata nuk akuzohen me asnjë presje për te. Pra, këtu do i gjejmë ne parat për t'ja u kthye shqiptarëve në dyfishim pensionesh, në dyfishim rrogash, njeriu që, ja, për ta ashtu, njeriu që del çdo mëngjes dhe flet me vete, në një monolog se thot se po flas me gjyqtarët, asnjë prej tyre se gjyqtari, i shpik vet, i krijon vet. Sot e ka ditën e tij. Po problemi është se ai çdo ditë ka një prill. Vetëm një gjë, sa herë ta dëgjoni, kujtoni një prillin se është dita e Edi Ramës. Prej 15 muajsh dërguam në parlament minimumin jetik. E dërguam. Pavarësisht se natyrisht po ta votonte, fitonte qeveria kredit, po le të fitonte. Se njerëzit me çfarë mund bëja me 130 euro? Një zoj thoshte një ditë, unë kam 130 euro pension, 60 euro paguaj qera në ndërtesën sociale dhe mbetëm me 70 euro. Çfarë mund të bëjë njëri me 70 euro? Kështu që e dërguam atë në parlament, e kishte përllogaritur avokati i popullit dhe organizata ndërkombëtare e punës. E mbajti dhe nuk pranonte kurse si ta votonte. Tani që e shef se populli nuk po i pranon dokrat e tij me zhapi, me hardhuca, me kafshë e ndryshme që jeton me to, atëherë deklaroi dje se po i bie dhe pikë shumë nga kjo sy-në-sy, nga këto mashtrimet. Deklaroi dje tha do ta bëj pensionin 400 euro në vitin 2030. Po si se bëre për 12 vjet ti 400 euro? Malizi e bëri për 12 vjet. Malizi kishte më të ulta sene e pensionet, sot i ka 450 euro. Rumania kishte më të ulë sene rrogën minimale. Sot e ka 4 herë më të lartë se ne. Sepse çdo qeveri, kur ndan buxhetit, mendon një pjesë qytetarëve, një pjesë rrugëve, një pjesë shkollave, një pjesë arsimit. Pra ne do merremi do bëjmë gjithçka për një Shqipëri madhështore. Shqipëria madhështore për ne është Shqipëria që prodhon. Shqipëria që prodhon, që punëson, që prodhon, Shqipëria teknologjive të larta, dhe unë jam i bindur se këtë program do realizohet. Ju falenderoj shumë për